Vazhdim do të flas me dy mysafir këtu në studio, Albina Alitin, producentën ATV dhe gazetarin Lavdim Hamidi. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. A bëhet ky bashkimi i madh politik që po mëton kryetari i LDK-s Abdi Xhiku? Vetëm se i kanë hap pak a shumë mundësit edhe dyrë themi për presidenten Vjosa Osmani, pas përfundimit mandatit, duket se është e qartë se do të kalojnë në LDK, flitet është se do tjetë barse e listës dhe kandidate e LDK-s për kryeministër. Përpos Vjosa Osmanit, ditëve të fundit qarkullojnë edhe spekulime se djaltës mund t'i bashkohet edhe Alianca për Armërinë e Kosovës, dhe në këtë mënyrë tentojnë të rikthejnë fuqinë e LDK-s që ka pas kalumën. Dihet se për Ibrahim Rugovës e tutje LDK-ja nuk ka arrit me fitu zgjedhjet në Kosovë. Periudhën kur LDK-ja ka pas ma shumë sukses, kur ka qenë Vjosa Osmani kandidate për kryeministër, dhe në atë kohë me Albin Kurtin diferenca në vota ka qenë shumë e vogël, me një përparësi shumë të lehtë të lëvizjes vetëvendosje. Tashmë, do të rikthehet sërish gara. Shpresoj se zgjedhjet në Kosovë do të ndodhin në muajin maj, pas vendimin gjatë jave në vijim nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, dhe tashmë do të shohim edhe një betejë mes dy ish aleatëve, betejë politike themi mes kryeministit Kurti dhe Vjosa Osmani. Do të shohim një betejë mes dy ish aleatëve, po shihni Vjosa Osmanin barcet listës, të koalicionit të djathtëve. Po, dhe barcet listës dhe kandidate për kryeministre nga LDK-ja. Besoj se edhe kështu janë muhabetet dhe pritet kjo me ndodhë. Qysh janë gjasat për këtë skenar?